Dita e të dashuruarve mblodhi bashkë breza të ndryshëm në një ambient privat në qytetin e Elbasanit, në moton dashuria një takim brezash, me mesazhin për një jetë me më shumë dashuri, lumturi dhe paqe. Ky aktivitet u organizua nga një grup nismëtarësh në drejtimin e Luzit Caçi dhe Eni Blushit, duke sjellë në një tryezë të përbashkët pjesëmarrës nga krahina të ndryshme të Shqipërisë, por edhe nga Kosova. Aktiviteti nisi nën tingujt e këngëve patriotike dhe me shpalosjen e flamurit kombëtar me shqiponjën dy krenare në mes. I pranishëm ishte edhe përfaqësuesi nga Kosova, Zyber Susuri. Fjalën e hapjes e mbajtën organizatorët Eni Blushi dhe Luzit Caçi, të cilët falenderuan të pranishmit për pjesëmarrjen dhe theksuan rëndësinë e bashkimit të brezave në një ditë simbolike si dita e Shën Valentinit, duke sjellë së bashku përfaqësues nga të gjitha trevat shqiptare. Kemi një nga Kosova e quajmë në Serbia, Zyber Susuri. Është nga Kosova. Apo jo vetëm. Ja kjo atë nga ngori të çështjes shëndetësore. Ju urojmë që ata të mirë, të bëjnë këndshëm. Të nderuar miqtë e grupit të gjithë së bashku, mirë se keni ardhur në këtë takim kaq të veçantë të ditës të dashurisë. Të fjala dashuri është e madhe, por dashuri duhet të falin kudo, prindi me fëmijën, në familje, shoku, shoqe, edhe është shumë e vështirë që të duam dhe të respektoj. Ju lutem prandaj dashurinë ta përdorim kudo dhe në çdo aspekt të jetës sonë. Është mirë. Nuk është edhe dashuri, është mirë të falni për ditë dhe jo vetëm një ditë. Pjesë e fjalimeve përshëndetse ishte edhe Dashuri Divindari, presidente për Shqipërinë dhe Europën në misionin e ambasadorëve të paqes, e cila përsolli mesazhin e emër të paqes, dashurisë dhe harmonisë mes brezave. Në këtë takim morën pjesë edhe përfaqësues të organizatave kombëtare, përfshirë dhe ambasadorë të paqes. Një staf ambasadorë të paqes kombëtare për drejtat e njerëzit që jemi bashkuar këtij aktiviteti dhe këta njerëz të mrekullueshëm të gjithë së bashku. Dhe jemi krenarë që jemi këtu bashkë juve për të dhënë mesazhin e paqes që të gjithë të jemi të bashkuar, të respektojmë njëri tjetrin dhe të duam njëri tjetrin. Ja kalojmë shumë mirë edhe gëzuar të gjithëve dita e Shën Valentinit. Aktiviteti u kthye në një urlisë mes moshave ku brezat njohën dhe respektuan vlerat e dashurisë, paqes dhe kujtimeve të përbashkëta. Mes fjalëve të ngrohta u theksua se zemra nuk njeh mosh, por dhuron lumturinë në çdo etapë të jetës. Atmosfera u pasurua me kujtime, biseda të përzemërta dhe tinguj të muzikës popullore shqiptare, duke sjellë nostalgji dhe emocione për të gjithë të pranishmit.